Përshëndetje miq, atëre shpejt nga një fjali për secilën shenjë çfarë na sjell hëna e plot, sot hëna e ftohtë tek të gjitha shenjat, pra tek të gjithë ascendentët. Dashi do të përqendrohen tek ana financiare, organizimi i parave në mënyrë më të mirë, vetbesim në zërin tënd, begati në familje. Demi, disa të vërteta do dalin tek ju, tek marrëdhënia që ke do të mendosh a ja vlen? A më bën kjo marrëdhënie të lumtur? Përpiqu që të kalosh kohë të mirë në natyrë dhe dëgjo muzikë relaksuese. Binjakët, gjendje emocionale e fortë, reflektime nga e kaluara, ndriçojnë disa mësime nga e kaluara. Mirë që të mbyllni gjërat që ke filluar më përpara. Lëshoj gjërat që nuk të nevojiten. Gaforja. Do të dalin në dritë dëshirat tuaja më tepër. Kujdes me njerëzit që takon sot dhe nesër. Mund t'i shmangësh ata që s'te japin energji të mirë. Luani, karriera do t'jetë në fokus. Rezultatet të punës që ti ke bërë në të kaluarën, por edhe gjendja financiare, familjare do t'jetë në fokus. Virgjëresha, energji e mirë shumë spirituale. Mund të kenë tendenca për të ndryshuar besim në tyre dhe mirë është që të udhtojnë jashtë shtetit, qoftë kanë mundësi është pozitive për ta. Mbarime provimesh për ata që janë studenta, mund të kenë takime me një guru, këshilloj që të mësojnë pra meditimi lotusoshun që unë jap çdo javë online falas. Peshorja, kujdes me shpenzimet, do të ndjeni emocionalisht shumë të ndjeshëm. Pasigurit, kujdes, hëna e plot do t'ju bëjë që të futeni tek vetvetja. Tregoni mirënjohje ndaj gjërave që keni. Mirënjohjet i mësojmë tek meditimi lotusoshëm dhe ato gjithashtu janë mantra. Akrepi, fokus tek partneri, sinqeriteti është i rëndësishëm. Të vërtetat do dalin në dritë, kujdes xhelozirat spionllëkun. Nëse keni padur marrëdhënie toksike, është koha për ta mbyllur në këtë hënë të plot. Shigjetari, krijo rutina të shëndetshme. Ndrysho dietën tënde. Mëso dietën e balancuar që mësojmë dhe tek meditimi lotusoshëm së bashku me mua. Ndërto rutinat përditshme të shëndetshme për të shmangur sëmundje në të ardhmen. Nëse keni gjëra gjyqësore do të mbyllet tani me hënën e plot, ose mirë është të mbyllni tani me hënën e plot. Britsjapi, romancë të bukur për ata që janë beqar, lidhje të reja, kreativitet të mirë, bëni gjëra artistike, kërce, dëgjo muzikë. Është kohë e përsosur për të mësuar mantrat në shqip që i mësojmë tek meditimi lotusoshëm. Ujori, stabilitet në familje, riorganizo diçka në shtëpi. Puna me gjëra shtëpiake do të sjellë emocione komforte. Gatuaj ushqime në shtëpi, sigurisht ushqime vegetariane. Peshqit, udhëtimet të shkurtra ju bëjnë mirë, qartëso për qëllimet e tua në jetën tënde. Do të jeni të mbushur me mendime. Pastro dhe balanco mendimet e tua nëpërmjet qëndërëzimit të trupit.